A do të të shtohet besimi, të të shtohet imani. Lexoje Kur'anin, librin e Allahut lartësuar, sepse aty do të lexosh për të madhin Zot, për krijuesin e gjithësisë. Do të lexosh emrat e Allahut lartësuar, do të lexosh cilësitë e të madhit Zot. E nëse mediton në fjalët e Allahut lartësuar, do të shtohet imani, sepse siç kanë thënë të parët tanë, kush e njeh Allahun e lartësuar më shumë, ai i friksohet atij më shumë. Duke lexuar në Kur'an, duke medituar në fjalët e Allahut lartësuar, ti e njeh krijuesin e gjithësisë më shumë. E atëherë inshallah, ke për t'u friksuar Allahut lartësuar më shumë. E do të shtohet imani, do të shtohet besimi, do të forcohesh në fenë e Allahut lartësuar. Elus Zotin e gjithësisë, që të na bëjë prej atyre që e lexojnë Kur'anin, meditojnë në fjalët e Allahut lartësuar dhe praktikojnë atë në përditshmëri. Amin.